Okej, sot ju marrë me vete gjatë gjithë ditës time, me që më keni kërkuar pa fund, m'jeni lutur. Si fillim shkojmë të bëjmë një make-up profesional tek Gjeni Citozi dhe ndërkohë po shikoja dhe makinën tek kamerat nëse i afrojnë ndonjëri. I gjithë luku më ka pëlqyer pa fund, por si një karamele me këtë kostumin roz dhe nisemi për tek Villa Escape 21. Është hera e dytë që vi te kjo vila dhe aq më pëlqen, më jep një vibe tropikal, vibe Bali dhe duket si jashtetit. Ishte zgjedhja perfekte për të kaluar një mbrëmje për ditëlindjen e motrës, diçka të vogël familjare, por edhe nëse keni festa më të mëdha se këto që organizoj unë. Të gjithë festën ja kisha organizuar unë motrës, kishim marrë catering, u kënaqur me ushqime, duke kërcyer, vibe etj. Erdhi dhe momenti i tortës dhe festës ku i urua motrës urime.